Shoqata AAWO Motra Qiriasi zgjedh kryetaren e re Eva Milo Burnazi. Të dashura motra të AAWO Motra Qiriasi në emër të bordit drejtues, në njoftojmë se Eva Milo Burnazi është emëruar presidenti e re e organizatës sonë me një mandat që ka filluar me një korrik. Shumë prej jush tashmë e njohin Evën, pasi ka shërbyer në përkushtim si sekretare e bordit për 15 vitet e fundit. Gjatë këtyre viteve, Eva ka luajtur një rol të rëndësishëm në përmbushjen e kërkesave ligjore dhe administrative, si dhe në dokumentimin e veprimtarisë së organizatës. Ajo ka udhëhequr gjithashtu organizimin e veprimtarive të fundit, përmbledhjen e fondeve, seminarëve të fuqizimin e grave në komunitetin tonë. Eva është në një pozitë ideale për të udhëhequr bordin drejt një kapitulli të ri. Misioni im është të vazhdojmë fuqizimin e grave të komunitetit tonë, thot ajo, së bashku jemi më të forta. Tesa kërkojmë të kapitull të ri të organizatës, dëshirojmë të shprehim minionin tonë dhe presidencës Nergim Beti Beno, e cila drejtoi organizatën për 10 vitet e fundit. Motra Qiriasi është një organizatë grave shqiptare me histori 33 vjeçare në SBA.